Ajo duhej të ruante rendin, por përfundoi pas hekurave. Një gardian e burgu në Angli është kapur në flagrancë duke kryer marrëdhënie intime me një të burgosur. Dhe ajo që e bën këtë rast edhe më tronditës është fakti se kamera e trupit që ajo mbante gjatë shërbimit po regjistronte gjithçka. Pamjet që nuk ishin menduar kur të shieshin u kthyen në provën kryesore të një skandali që ka shpërthyer brenda burgut HMP High Point në Stradishall. Sipas The Sun, i burgosuri është shtetas shqiptar Erion Nagdi, 42 vjeç, një emër jo i panjohur për autoritetet britanike, i dënuar më herët për trafikim të drogës. Gardiania Rebecca Pinkard, 46 vjeçe, kishte pranuar fajsim për sjellje të pahishme në një institucion publik. Gjykata dëgjoi se ajo u zbulua pasi pamjet nga kamera e trupit e treguan së bashku me të burgosurin të mbyllur në një dollap dyqani brenda burgut, duke kryer marrëdhënie intime. Por skandali nuk mbaron këtu. Autoritetet zbuluan se Pinkard kishte qenë paralajmëruar edhe më herët për afrimitet të tepruar me të burgosurit. Ajo dyshohet se u kishte dhënë atyre torta dhe ëmbëlsira, duke thyer rregullat strikte të sigurisë. Në fund, drejtësia reagoi ashpër. Gardiania u dënua me 32 javë burg, ndërsa Erion Nagdi mori edhe 10 muaj shtesë burgim pasi u kap me telefon celular brenda qelisë. Duhet theksuar se ai po vuan tashmë një dënim prej mbi 16 vitesh burg për shitje droge të klasit A. Një histori që po trondit publikun dhe ngrej alarmin, çfarë po ndodhe realisht pas mureve të burgjeve britanike.